Egla Ceno, fituesja e Big Brother VIP Albania 3, ka reaguar publikisht pas deklaratave të ish-banores Lediona Gjeladinaj, e cila së fundmi tregoi se brenda shtëpisë ka pasur periudha të vështira për sa i përket ushqimit dhe menaxhimit të sponsorëve. Në një postim të gjatë ironik dhe të drejtpërdrejtë në Instagram, Egla mohoi kategorikisht që banorët të kenë vuajtur për ushqim derisa janë detyruar të lavdërojnë produkte që nuk u pëlqenin. Po lexoj këtë ditë për sakrificat dhe urinë e madhe që pas ka ndodhur brenda BBV3-shit. Flas për vete, që isha pjesë. Nuk na ka lënë njeri pa buko njerëz. Kishte aq shumë sa mua mu preu reksi. Mua më hasyri, jo barku, shkroi ajo, duke ironizuar hapur pretendimet. Egla vijoi duke hedhur poshtë edhe idenë se banorët janë djerë të detyruar të shpreheshin mirë për sponsorët. Ky miti tjetër që pas kemi qenë të detyruar të themi, o sa e mirë, sa e mirë. Jo. Sikur të më detyronte dikush të isha e ëmbël, unë do isha përjashtuar që ditën e parë. Aktoria theksoi se Big Brother VIP Albania 3 ishte një skenë e madhe ku secili luante rolin që dëshironte. Drama, viktim apo lojtar strategjik. Kush donte të bënte dram, bënte dram. Kush donte të bënte viktimën, e luante si profesionist. Kush donte të fitonte, fitoi. Vetëm një idiot luan ndershëm në një lojë ku të tjerët mashtrojnë, shkruan Egla pa kursyer thumbat. Reagimi i saj duket se vjen drejt për drejt pasi Lediona Gjeladinaj tha se ka pasur një periudhë pothuajse 2 javore ku banorët nuk kishin çfarë të hanin, përveç një lloji ushqimi, dhe se shpesh janë djerë të detyruar të vlerësonin produkte për hir të sponsorëve.